Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 26 mars të 2025-ës. Duket se ka të bëjnë shumë, është një ditë shumë e rëndësishme në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën ekonomike financiare, por dhe një kënd që bëjnë planetet, siç është ndikimi i Mërkurit, kur kthehet për herë së dytë në shenjën e dashit dhe me Plutonin që jep një mundësi. Marsi në retrograd do të thotë për shkak të retrogradës së Marsit tregon ndikimin e madh që ka dhe një tendencë për të mos zbuluar atë që ne mendojmë. Por megjithatë, është ideale nëse duam të bëjmë kërkime dhe të thellojmë mendjen tonë, të thellojmë atë çka duam, të jemi më të qartë në atë çka do të nisim, pra na ndihmon në këtë drejtim. Prek pozitivisht dhe kryesisht shenjat siç janë Dashi, Luani, Shqitari, Binjakët, Peshorja dhe Ujori të dhjetëçit të parë, ose ata që kanë planetet në këto shenja, ose ata që kanë shenjat përballë, sepse ka një ndikim shumë të madh dhe tepër pozitiv. Meqense lidhjet afatgjat dhe mundësitë që merren përsa përket ditës së sotme, që do të thotë momenti më i mirë dhe koha më pozitive, pra që ka të bëjnë në këtë aspekt, jep mundësi, jep rëndësi në zhvillimet e reja që do të keni tani e tutje, që duke filluar nga dita e sotme, sepse është një moment shumë pozitiv. Madje ka një drejtësi shumë të madhe që tani fillon dhe tani juve zgjidhni gjërat siç i dëshironi juve, sepse ka mjaft çështje madhore që do të keni mundësi të zgjidhni, mjaft gjëra që do të keni në anën tuaj dhe jo vetëm kaq, por është një moment se dita e Mërkurit jep mundësi dhe shanse të mëdha në lidhje me zgjidhje të problematikave. Por ju keni pasur një gjyq dhe është shtyrë për një arsye apo për tjetër, duket se tani gjërat do shkoqiten dhe do dalë në pa, do dalë në dritë e drejta juaj dhe kjo do të ndikojë dhe favorizohen shumë të shenja, por meqense keni pasur disa probleme, disa çështje, por mbas dite duket e mbar dhe mund të sillni shumë çështje të pazgjidhura ose duke biseduar përballë personit dhe jo nëpërmjet telefonave. Është një moment tjetër gjithashtu sepse çdo gjë mund të zgjidhet dhe kjo javë është java e zgjidhjeve të konflikteve dhe e mundësive të mëdha që do të na jepet